Një 76 vjeçar me iniciale OS nga Tetova ka mbetur i vdekur si pasojë e zjarrit që shpërtheu mbrëm në një banesë në rrugën 180, ndërkaq djali i tashmë të ndjerit me iniciale MS i moshës 51 vjeçare ka marrë lëndime trupore, respektivisht djegje në dorë dhe fytyrë. Sipas mjekëve nga Spitali Klinik në Tetov, gjendja shëndetësore e personit të lënduar është stabile dhe i njëjti pas trajtimit mjekësor është lëshuar për kurim shtëpiak. Rreth orës 19:49 në repartin e urgjencës kirurgjikale është sjell pacient i moshës 51 vjeçare me inicialet MS, i cili ka pasur disa lëndime trupore, përkatësisht domethënë djegje në dorën e djathtë dhe në fytyrë. Po ashtu domethënë në repartin tonë është bërë sanimi i plagëve, është dhënë terapia adekuate për llojet e plagëve dhe më pas për shkak të simptomeve të cilët i ka pasur intoksikim nga timi, është dërguar domethënë në repartin internistik për trajtim të më të qeshëm. Po ashtu domethënë prej aty është dërguar edhe në repartin infektiv për të marrjen e terapisë adekuate. Gjendja e pacientit është domethënë mirë dhe është lëshuar për trajtim shtëpiak. Rasti është konfirmuar edhe nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës. Mbrëmë rreth orës 19:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar për një zjarr i cili ka përfshirë një banesë në rrugën 180 bloku 70, ku në vend të ngjarjes nga zjarri ka ndëruar jetë një 76 vjeçar pra me inicialet OS. Mjeku nga Spitali Klinik i Tetovës ka konstatuar vdekjen nga plagët e marra, kurse gjithashtu gjatë tentimit për të shuar zjarrin, lëndime apo të djegurina ka marrë edhe djali i tij MS 51 vjeç, i cili me njëherë është transferuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Në vendin e ngjarjes, inspektimin e ka kryer prokurori publik dhe pjesëtarët apo ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Zjarri mbrëmshëm nuk ishte i parë në këtë banesë, sepse sipas zjarrfiksëve, në të njëjtën banesë zjarr ka shpërthyer edhe para disa ditësh, por është arritur të shuhet në kohë. Shkaqet sipas zjarrfiksëve dyshohet të jenë nga bombola e gazit, e cila është përdorur nga i moshuari që tani më ka ndëruar jetë. 95 minuta kemi marrë informacionin se në blokun 70 afër nesh, domethënë digjet një banesë. Ekipet e zjarrfiksëve kanë qenë në terren domethënë me 3 automjete. Gjithashtu kemi mbri në kohë në momentin domethënë 10 minuta e kemi shumë afër edhe blokun 70. Siç konstatuam edhe nga shkuarja atje, domethënë bëhet fjalë për një person që ka humbur jetën. Dihet që në të njëjtën banesë para disa ditëve, domethënë para 10 ditëve, kemi pasur njëjtë zjarr të paraqitur dhe kemi intervenuar ne si zjarrfiks. Kjo është ajo në përgjithësi. Dihet që viktima është e moshës diku 70 vjeçare, mbi 70. I lënduar është edhe djali i tij, i cili ka tentuar që bëjë diçka për ta shpërtuar prindin. Prokurori kujdestar që mbrëm ka kryer hetimin ka dhënë urdhër që të bëhet obduksion i trupit të pajetës të 76 vjeçarit, si dhe ka urdhëruar ekspertizën e banesës për të konstatuar nëse zjarri është shkaktuar nga ngrohësja elektrike apo nga bombola e gazit. Ndryshe, shkaku i sezonit të ngrohjes dhe përdorimit të ngrohësve, sipas zjarrfiksëve të Tetovës, muajin e fundit është shtuar numri zjarreve nëpër objekte banimi dhe biznese tjera më të vogla.